Kreu i urdhrit të farmacistëve për qarkun Fier Afrim Plaka ka hedhur poshtë akuzat se barnat e sekuestruara në operacionin policor Skadenca janë shpërndarë në farmacitë e qytetit. Ai theksoi se personi arrestuar nuk kishte lidhje direkte me farmacit, por ishte shpërndarës në një depo farmaceutike, ndërsa çdo bar i pajisur me pullën e kontrollit konsiderohet i sigurt. Plaka e cilësoi të pavend deklaratën e policisë, duke shtuar se ajo ka krijuar pasiguritë e qytetarët dhe indinjat te farmacistët. Personalisht mendoj që aksioni i djeshëm i policisë, i cili ka prekur një person, një individ, lidhja e cilit me farmacin nuk është direkte, pra nuk kemi të bëjmë me një farmacist në këtë rast, por një person i cili punon në një shpërndarës farmaceutik. Detyra e tij ishte që të shkonte në të gjithë farmacitë e qarkut, të merrte porositë të cilat më pas ja transmetonte depos ku ai punonte dhe më pas depoja furnizonte farmacitë me këto barna. Është fare e paqartë arsyeja se si këto sasi barnash ndodheshin në posedim të këtij personi. Flasim për dy kategoritë që pretendojnë të gjetura. E gjej pa vend shprehjen në deklaratë të faktit që këto barna shiteshin në farmacitë e Fierit. Është jashtë çdo lloj mendimi profesional, mua më duhet të shpreh mirënjohje për gjithë farmacistët e rajonit Fier, të cilët me shumë profesionalizëm, me shumë kujdes, me zbatim të plotë të ligjit, shërbejnë çdo ditë dhe kanë një rregullore në bazë të cilës trajtojnë barnat e skaduara në farmacitë e tyre. Barnat e skaduara që kalojnë afatin e përdorimit në farmaci ruhen në një vend të veçantë dhe pastaj kanë një kontratë për mbetjet në bazë të cilës i dorëzojnë më pas këto barna. Dhe duket e paarsyeshme që një subjekt farmaceutik të blej nga dikush barnat skaduara. Kjo është një gjë që nuk mund të mendohet dhe për këtë arsye unë e gjej fare të pavërtetë dhe të pambështetur deklaratën se më pas këto barna shiteshin në farmacitë e qytetit Fierit. Për më shumë, nëse nuk kemi asnjë lloj rasti, asnjë lloj indicie që ky veprim ndodhte, ne nuk mund të shprehemi në këtë formë. Ai pranoi se një pjesë e qytetarëve u drejtohen barnave të futura nga jashtë, por theksoi se edhe këto nuk janë gjithmonë të sigurta, duke apeluar për besim te barnat e kontrolluara në tregun vendas. Ka shumë pacientë të cilët ndihen më të sigurt duke përdorur një bar i cili vjen me termin që ne përdorim kontraband, por mund të jetë një rrugë më e thjeshtë dhe mbase që nuk e meriton këtë term. Këto rrugë shpeshherë janë të pasigurta. Nëse ne kemi të bëjmë me barna që janë termolabile, themi dhe trajtohen në një mënyrë shpërndarje të veçantë, duke ruajtur edhe kushtet e temperaturës, nuk mund të jemi asnjë të sigurt që na kanë ardhur në mënyrën e duhur nga Greqia apo nga një shtet tjetër deri në Shqipëri. Dhe shpesh herë dhe origjina e tyre është e paqartë. Prandaj do të ishte më mirë që të gjithë pacientët të kenë më shumë besim dhe të bazohen ke tregu farmaceutik vendas dhe i kontrolluar nga Ministria e Shëndetësisë. Plaka përfundoi se çdo rast abuzimi duhet të përballet me ligjin.